Dhe pastaj vazhdo. Lavdi. I nderuar dekan, të nderuar të pranishëm, të nderuar profesor, të nderuar student, dhe ju media, të cilët gjithmonë i përgjigjeni ftesave tona sa herë kemi nevojë. Ju faleminderit përzemërsisht që jeni pjesë e këtij takimi sot. E pam të arsyeshme që ne si Fakulteti i Arteve ta përkujtojmë ardashësin tonë të tovar, një njeri që e deshi artin, e deshti, e mbështeti atë dhe u bë pjesë e jetës kulturore në trevat tona. Prania juaj sot nderon kujtimin e tij dhe forcon mesazhin se arti jeton përmes njerëzve që e duan dhe e ruajnë. Sot jemi mbledhur këtu me zemra të rënduara për të kujtuar një njeri që la gjurmë të pashlyeshme tek secili prej nesh. Largimi i tij i parakohshëm na kujton brishtësinë e jetës, por edhe vlerën e madhe që ka çdo çast që kalojmë me njerëzit tanë të dashur. Shpati nuk ishte vetëm një emër që e njihnin të gjithë, ai ishte një shpirt i butë, një mik i sinqert, një djalë me zemër të madhe dhe buzëqeshje që jepte dritë çdo vendi ku shkonte. Ai dinte të sillte gëzim, dinte të ngushëllonte dhe dinte të qëndronte pranë njerëzve edhe kur vetë mbante dhimbjet e tij të heshtura. Sot teksa ndjejmë mungesën e tij, ne kujtojmë gjithçka që ai dhuroi: buzëqeshjen, mirësinë, fjalën e ngrohtë, karakterin e drejtë dhe dashurinë e pakursyer. Këto janë gjërat që nuk vdesin kurrë. Shpati nuk ishte vetëm një njeri i mirë, por edhe një artist që dinte t'i prekte zemrat e njerëzve. Zëri i tij, interpretimet e tij dhe mënyra si e ndante artin me publikun do të mbeten përgjithmonë kujtim i gjallë. Ai e jetoi muzikën me shpirt dhe çdo këngë që këndoi mbajti brenda një pjesë të tij. Edhe pse sot ai mungon, fizikisht, arti i tij do të vazhdojë të flasë për të. Do të jetë një dritë e vogël që nuk shuhet, një kujtesë e përhershme se Shpati ishte më shumë se një emër. Ishte një zë, një emocion dhe një frymëzim për shumë njerëz. Le ta kujtojmë Shpatin me respekt, me krenari dhe me dashuri. Le të lutemi që shpirti i tij të gjej paqe dhe ne të gjejmë forcë tek kujtimet që na la, sepse njeriu largohet nga kjo botë vetëm fizikisht, por mbetet i gjallë në zemrat e atyre që e deshën. Ngushëllimeve familjarëve dhe artistëve, u preht në paqe dhe qoftë i paharuar si njeri dhe si artist. Faleminderit.